Mirë se vini në epizodin ma të ri të podcastit Suzen, këtu në T7, YouTube edhe krejt rrjetet sociale. E kemi sot një musafire tepër të veçantë, po na kthehemi për shumë pak, e ju mos harroni me na bu follow, subscribe, like, muni edhe me na komentu se shpesh ç'kepim dhurata. Fillon rrëfimi yt. Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzen. Na përcjellni të premteve në T7 dhe rrjetet sociale. Tung juve që po na shikoni në programin Gjesi në T7, po edhe në YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, gjithka pro, sot e kemi një musafire, një gru shumë e re, do me thonë i ka mush 18 vjetë si vjetë, edhe une kur deri qtash nuk e kom pas një gru ma të re se Riga, e cilja është notarja ma e mirë e Kosovës sot. Ndoshta nuk kemi detina këtu, po me notu po notojshim edhe po mujshim tepër mirë. Riga, mirë se erdhe në këtë kauqin e famshëm të portokallt. Nështë nuk është bashkë i famshëm, veç i portokallt është. Deshta me ta bu pyetjen që ja bëj pas pari mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Na këtu fillojmë podcastin me një pyetje që ja bëjmë krejt grave tona të veçanta, është ku fillon rrëfimi yt, në çfarë mahalle ke lind, në çfarë mahalle je rrit, edhe ku je mësu me notu që ka mirë. Unë jam vajzë që kam lindë dhe jam rritë në Prishtinë. Jetoj në Arbëri edhe këtë jetën kom jetu aty. Për fat të emin e kom pas këtë familjen ka ana e nanës afër, me daj, me gjyshe, me teze, kushërejnë të gjithë. Me në tu ka mirë, jom mësu pe e vogël, e kom pas gjithmonë një kontakt shumë të mirë me ujin. Si në tu si mirë me nëj që kjo është ashtë primare, me pas kontaktin edhe mos me pas frikë pe ujit. Gjithmonë deti kur kemi shku, one edhe vlezrit e mi, kemi notu të në kohën, kemi najtë në deti. Po, i kom përvetësu teknikat e notit, kur kom fillu më marrë me notë si aktivitet, normal, ajo mësot me trajner. E që të deshta me të vetë se jënë do stile në shpin, flutër, dallëndyshe, cilit shkën ty për shtati mas shumë të? Janë 4 stile, është stili krëll, ose stili lirë, që i thojnë, është delfini, flutër, bretkoca, edhe është shpina. Ajo është dallëndyshe as po ekzistej ka? Jo, dallëndyshe nuk ekzistej. Ka flutër, nështë ta ma e ngjajshme me dallëndyshe. Mu mas shumë të më shkon për shtati kroli, është stili që gjithë jam një mas rahatin të, edhe më ka shku në aty shumë. Më pëlqen edhe se ka konkurencë ma shumë si stil, edhe më pëlqen diçka që më sfidon. Po du me thonë ti, qëtash e ke thyri një rekord në Kosovë, do me thonë s'ka njeri në Kosovë që noton ma shpejt se ti, a pi bjen që ashto? Po, tash not ka shumë evente, në qëto disiplina teknikat notit që janë, ka dhe evente, ka distanca metra të ndryshme në gara. Shambull kroli ka 50 metra, 100 metra, 200 metra, 400 metra, 800 metra, edhe 1500. I ki sprintat me distance edhe distance. Në teknika tjera janë zakonisht deri në 200 metra. Unë e kom thy rekordin në garën e fundit që kesh në Dubrovnik të Kroacis në 200 metra stil lirë, që jenë edhe në sprint edhe në distancë, edhe kom bo ko në 12 sekonda. Është rekord që është thy për 1 sekundë e gjys edhe nuk është thy pej 2020-ës. Pej Covidit. Prej Covidit. Perfekt, e çfarë ndjenje është kur të ecë rrugës edhe din që e ke thy një rekord se diçka tepër, po fascinon, më fascinon kështu në përgjithësi një fjala rekord. Po qysh është kur të ecë rrugës edhe e din që kërkosh ma shumë se ma shpejt se tis noton. A është naj fa ndjenje mirë, plus gru, plus 18 vjetë?
Kur e kom thy rekordin, normal, pa dyshim është ndjenjë që nuk muj me përshkru me fjalë, po nuk do me thonë që jam e përmbosht veç me qa, gjithmonë Okej. tentoj me bo ma shumë edhe punoj ma shumë. Kur eci në rrugë me buzëqesh, jam munona sa ma modeste, me qenë. Qashtu do të edhe menoj që është ma mirë për një sportist. I ka hije ma shumë. E vërtet. A ka momente Riga najher që ke dasht me lon notin, po ke vendos me vazhdu, se mdoket që sportistat betejën kryesore e kanë me durimin edhe me disciplinën. A ke pas najher najfar momenti që je një pak si e zhgënjyme, apo ke thonë nështa nuk po muj mi bo qëto ushtrime se shumë të vështira, diçka të tillë. Pa tjetër, kur ushtron kaq shumë edhe ka me pas momente sa të mira edhe të këqija. Ka me pas momente që ke me dyshu vetën, ke me pas gara të mira, edhe stërvitje të mira, po edhe të këqija të janë gjitha aty. Po tu e marrë parasysh punën, presion ka me pas, rezultate nuk ka me pas gjithmonë, po shumë e rëndësishme që mos mu dorëzu, edhe ti me ditë me ngrit vetën pe atyne zbaticave që i sjell sporti. Vinë gjitha, është e vështirë si sportist, dosh me menaxhu kohën mirë, dosh me qenë i përkushtum, dosh me bo sakrifica, po ja vlen, gjitha ja vlen edhe vish do të me kujtu se për qa je art, për qa ushtron, qa ty e ka zën disiplinën e vërtet, nëse ti edhe mas një gare jo të mirë, ose edhe naj dit që nuk shkot në stërvitje shumë, qosh edhe shkon prap, e bën qatë sen, qdo dit, e ka zën qatë konsistencë, është shumë e rëndësishme konsistenca. Edhe pata dëgju edhe kom pas të qysh një farë njohurie që notimi kogja është një farë meditime. Edhe ja pata nis me shku në step, pata shku nja 2 herë, e që aty pata marrë vesh që unë me notu nuk po desha, po veç bës mu myt. Minuj edhe notoj sa mës mu myt. Ata mërmenja që është një farë meditimja e përjetën të që ashtu si meditim atë qetësën, edhe a munësh me na i këshillu që edhe neve, edhe na me shku se një plot kom shumë shoqni që isha edhe në për rrjete sociale që janë të shku, janë të majtë kështu orë private, edhe po notojnë tëna mënyrat e mundshme, ndoshta edhe ata për qatë punë me shtiru trunin. Po noti është një lloj meditimi, edhe vetë sa herë ushtroj, sa herë hinuj, e kryj stërvitjen, jo ma relaksume, edhe që fizikisht jam shumë e lodh. Stërvitjet zakonisht na si notus që edhe garojna, i kena pak ma kaotike. Unë keq qani në stërvitje është fish klima e trajnerit, i një durët e mi ato e përplasu jenë, vetën të marë fryma ashtë me vështirësi, po zakonisht është shumë i mirë për këtë anën mentale, edhe ndihmon shumë. Edhe në disponim ndihmon shumë. Është ajo qetësia që ta jep uje, që i ndihmon këtë, çfarë do moshe, çfarë do gjinie, femna me shkoj 3 vjetër, plot shkojnë orë private, shkojnë edhe klube, une jam klubin e notit Prishtina, ushtrojmë pishinë private, miri shkon me pas edhe një pishinë të shtetit. A kena një me? Jo, të shtetit nuk kena, kemi veç private, në Prishtinë. E kemi gjysmë olimpikon edhe tash olimpiko u bo. A je mësu ti me notu në deti, a je mësu me notu në pishinë? Kështu për mos mu myt që theti, ju mësu me notu në deti, po teknikat e notit, stilet, i kom mësu në pishinë, kur ja kom nis mu marrë me not, që i kam mësu trajneri. Te bëjmë një pauzë të vogël e shihemi për te për pak. Riga, tash qysh edhe për shohim kejt, shumë të rinj të kalu kohën TikTok, në rrjete sociale, në Instagram, e kësi sene, po disa herë
njoft i ka lënë në pishin, a menon najher që je të sakrifiku për suksesin, diçka tjetër stonde të përditshme? Unë në pishin kaloj shumë kohë, Sa herë njoft? 8 herë në javë. Deri në 8 herë në javë. Ushtroj, Tepër pun kesh edhe stamre. Ani tepër nice. ushtroj çdo ditë, veç dillën e kemi pushim. Po përveç që kalojnë E ajo ako, është tota që lavesh. e shtata, është ka 2 herë në ditë. Dite. Ushtrojmë edhe ka 2 herë në ditë. Mëngjes edhe mas dite. E ndje kemi një program, se edhe na nuk shkojna vish me notu, me bo metra, është i ndajmë një ditë kena diçka tjetër, një ditë diçka tjetër. Është çdo ditë ndryshe edhe për neve. Po nuk mjafton veç kjo kohë në pishin me shu për ushtrime, dohet edhe fitness me ushtru. Fitness ushtrojna deri 3 herë në javë. Sa i përket sakrificës, sakrifikojmë ka gjatë. Do disa dalme, disa ditëlindje, na i pushim me sakrifiku. Atë ka ra për shembull me thonë s'po shkoj not, se ko me dal me frerë, me të dashurën, ose po më thirë që kjo po pëlqen, ose Jo, me shoqe. nuk ndodh, bile zakonisht njerëz që sa i njoftoj, ndodh në fillim ma bojnë, a mon është sot me lo notin për me dal, po tani masi e kalon i kohë me mu, e din që nuk i lo edhe as nuk e bën atë pyetje nëse dën me dal, Me mu. e lojmë një kohë kur përshtatet, që jashtë stërvitjeve. Ja, sa mirë që ashtu. E cila është pyetja ma e bezdishme si sportiste që e ke marrë prej njerëzve, prej shoqeve, shokve, edhe që të bën nervoz, se s'po du me ta dhune që ato. Menoj që jo viqëne, po çdo notus e ka qit pyetje që nuk i pëlqen, është ajo a fitove, mas një gare. Se mas pari është shumë pyetje sipërfaqësore, tu e pas parasysh eventet që i ka noti, a fitova qa, ku, në cilën disiplinë që jina, se kur hen garë nuk hen vish një disiplinë, po edhe tjetra është sikur kejt që ajo punë reduktohet vish me një rezultat. Se unë e kom pas momente që e kom bo rezultatin ma të mirë, një kohë personale ma të mirë, e më kun shumë e knasht, po nuk jem dal e para, me naj garë jashtë, ose naj sen. Veç t'ka bo mu një mirë, Po, të bën, edhe që se ke fitu. po, shamull, 200 krolin, rekordin që e kom thyrë, nuk jam dal e para, po gara u fitu, prap. Edhe kur jam kun veç 17 vjetë, kom shku në Budapest me përfaqësu Kosovën kampionat botëror të notit. Aty ka qenë sfida vish me shku, edhe njerëz a fitove. Kampionat botëror, zakonisht ai kulminacioni nët i një sportisti, një notari arrihet moshën 20-25 vjeçare. Edhe normal që është e vështirë si 17 vjeçar me shku edhe me fitu në kampionat botëror. Po, dhe veç te i ke përjetu që të sene te për herët, ta është mësohësh ma let. E ti me qysh the edhe merr pjesë në këse ngara ndërkombëtare, me siguri kena me të pa dhe në Olimpiadën në Los Angeles me 2028-ën. Kur e ndëgjon himnin e Kosovës edhe flamurin kur e shen gara ndërkombëtare, qa t'ka lën mene në qato sekonda diçka? A tre zemra? Spjegova këtë të fillimit dhe në fond, se na këtu, kur ju shohim juve atje, ja nisin do ljote, do flutra, e krejt shumë malëngjime, jo qysh e përjetën ti? Sa herë që shoh flamurin edhe një himnin, unë e rënqetna, më njëherë. Sa një parë që më kujtohet është pa dyshim lufta për çlirim, vish më kujtohet e populli këtë qa ka bo që na me arrit ku jena sot qëtë, edhe mundësit që na kanë jep, jam shumë falenderuse që i kemi këto mundësi. Një konga e kështë nda me neve që t'inspiron, që ndëgjon edhe t'u notu, edhe t'u po gati me dal najher, edhe t'u vozita, diçka në gjim, që një kongë shqip që kështë pas qef me da me neve. Kongë shqip, me thonë drejtë nuk është që dëgjoj qaq, zakonisht edhe në gara më konë para garave. Ose nuk ngoj muzikë heq, ose diçka që nuk
ka vokal, naj mhm. sandwich, Veç me naj beat, instrumental. instrumentale, diçka më jep adrenalin, Mhm. se nuk dua ashtu vokale me determinu E naj nana sandwich. jote, ja, nga naj këngë. Masi që tash është kampionati botror i futbollit, kur jam në stadion, kom qef me ngu Ilir Shaqirin, e ngjallat patriotizmin që e kom mrena. Ju mrena dhe sipërfaqësisht. Edhe si përfaqësisht. Njerëzia vin për kulën varit të ndërim. Nipjen dhe zemër uratën nisën fluturim. Zemra mër guzim, plisi bashkëtim. Me ty gjithmonë në ballë, me ty o legjenda. Imagjino e rig, kur je 30 vjeç edhe e shikon e këshyrë të podcast. Çka kishe pas qef njerëz me mendu për Riga Shaljan? Unë e kisha pas qef me ditë që kom lënë një impakt në gjeneratat e reja edhe me ditë që kom ndihmu me kontribu në sportin e notit në Kosovë. Për mbi gjitha më kon më njoftë si njeri që jam kon edhe jo me respektushme, edukume edhe këtu. Edhe thyse rekordeve. Edhe rekordmene. Rekordmene. A që ashtu thuhet rekordmene, a? Rekordmene. Womene. Rekordwoman. Record woman. Kush fiton një sfidë 100 metra në ujë? Ti apo naj futboller i famshëm i Kosovës? Për shembull Vedat Muriqja e dën Zhegrova. As Vedat Muriqi, as edhe në Zhegrova nuk mëjnë me mujtë natë, si one qysh nuk mëjnë me mujtë në futbol, as këta, se nuk i kanë ushtrimet që i komone, nuk din me kontrolu ujen, si one qysh nuk din me kontrolu një top futbolit, që mik pe i komës. A ke provu na herë? Po, e kom provu, kështu si fmi kom lujt shumë në mahal, futbol, gishta, shumë sene, kështu edhe volejbol, po s'kan flajt as njuna. As njëna, as i noti. Para në të kishim pas deti, po nejse se kena shumë largë. Se kena largë. Okej. Po, Apo këshyr një mes tash kampionatin botnor, a këshyr futbol? futbol këshyri najher, nuk e përcjeli çdo loj, Po, po e shijoj kështu, çdo sport me këshyr edhe. garante Menoj dhe që shpe me futbolin mas babën, shumë e? ti mas notit. A e kina ekip që kishe pas qef me të fitu? Qëtash? Ndaj shtet, si dhe në shtet? Qëtash, jo se kam një. Unë për veti, po kom qef me fitu ekipe që janë pak ma dopta në letra ambastore, a që pi u thojnë, po edhe kështu që janë pak ma underdogs. Si për shembull, dje lujti Gjermania me Bregun e Fildersht, s'bo isha mi po Gjermant. Nejse ata shumë të fort, po kisha qef me fitu, po në fund s'fitun, vish nështë ta diçka nxerrin kejt kisha asoj pune. Rig, deshta edhe një pyetje me ta bo, se jena tu ardhë që tu ka fundi i qëti podcasti në këto ditë të nxehta të Prishtinës tonë legjendare. Kush është heroi, një kësi pyetje pak, kush është heroi apo heroina jote që t'jep inspirim, kështu vazhdimisht për çdo ditë, nën herë njaftë? Heroina jem, është nana. Nana. Normal që edhe babi më ka jep suport moral, suport financiare, ketë, emocional, të gjitha, dytë mi kanë jep, po nana ka qenë ajo që më ka jep suport nën herë një javë, në ato momente që jam kon ma poshtë, më ka motivu të nkon me vazhdu. Ka qenë ajo që kur kemi shku në pushime, se na kemi nejt gati 2 muj, unë stërvitet s'ko mujt mi ndërpri, kom ushtru në bazen atje, në pishin. Ajo u qu qdo dit, ka ardhë me mu, ma ka majt programin e notit, ka qenë trajnerja jem, edhe për me qenë trajnere dosh mi pas e disa njohuri, ka lezu literatur. Nanën e ke pas trajnere? Verës, po. Okej. Verës kur ishim pushim. Nana ka qenë ajo që ka ushtru me mu. Nana edhe ka ardhë me mu në gara në Shkup, u qu në 4 mëngjes, ka nejt pa gjëm, ka nejt kejt ditën, me më këshu në gara, jemi këthy.
Më i qikë se dhe në të qa është e vjati. Jam shumë e fatë që më ka përkran. U konë me mu gjatë ketë këti procesit, për fillimit. Edhe ka bashkë ndje çdo sen me mu. E dën mirë ketë gati si janë që e di. Riga mas jena të kampionati botnor, tash të në komplet referenca po mbin men prej atyhe, për shembull, që tash hupe ekipi i Turqis edhe krejt njerës që janë tuj si një farë lloj akuze për ja bojnë që jo nuk keni pas boll vakt me lujt në fush gjelbër, se jeni konë të në kohën në për TikTok edhe a jeni tash, a është që kjo s'po di që me të thonë, a është normale sportistat me pas pjesë të punës të vetë edhe influencerizmin. A të nimon, apo të shkakton edhe dam ti t'u dalë TikTok me shoke, me sponzora, sana, a të ndikon që ti mos me koni pregaditun edhe a të ndikon disiplinë, a ndikon sportistit në disiplinë që kësan. Unë menoj që përderisa e mon një balancë edhe nuk e lën me t'i ndiku stërvitjet, është mirë me bo pak edhe marketing për vetën, me jep pak influencë në gjenerata të reja, mund është me lënë një impakt të mirë në ta, ndikim të mirë, po deri në pikën që nuk të ndikon në energji tone. Zakonisht sportistat në vene tjera të botës marrin menaxhera për kësi sene, se mund të më ndiku, varsisht pej famës që e kanë. A kiti TikTok? Po, kam TikTok. Mos harroni me abo follow Rigës edhe mi ndihmu me qëtë dëshirë që ju krejt me përcjell Rigën në sport edhe në këtë rrjetet e saj sociale. Na përfundojmë edhe qëtë podcast e ju mos harroni me na lexu në faqen tonë në Substack e po ashtu edhe neve me na like, follow, subscribe në krejt rrjetet tona sociale. Bye! Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.